Ndodh të vdekurit nga momenti që vdes deri kur fullen në varr. Normalisht kjo është diçka e gjerë, por se ne do t'i përgjigjemi shkurt të themi, në momentin profeti alayhis salam ka lajmëruar dhe ka thënë, në momentin që njeriu është momentet e ndarjes nga kjo botë dhe kalimit në botën tjetër, nëse është për njerëz të mirë, i vin engjëjt e parajsës dhe i sheh ku mbaron shikimi i tij. Dhe në momentin që do të vijë momenti për ta dorëzuar shpirtin, i afrohen dhe ai sheh ato dhe njerëzit e tjerë nuk i shohin. Për këtë arsye po të shohësh një momentin e fundit të jetës së tij, fiksohen sytë e tij diku. Dhe vin këto engjëj që janë engjëjt e parajsës dhe i thon: "O ti shpirti i mirë, dil në shpërblimin e Zotit tënd dhe mëshirën e tij", thotë, dhe shpirti del nga trupi i tij ashtu siç derdhet ena nga uji. Nëse do derdhësh enën, ujin që ka ena, del shumë thjesht dhe shumë kollaj dhe shumë shpejt. Thotë në atë moment prej trupit të besimtarit, njeriu të mirë, del një aromë, si aroma më e mirë që mund të kenë ndjerë ndonjëherë krijesat, por nuk e ndjejnë dot njerëzit. Çdo gjë tjetër e ndjen. Dhe e morin shpirtin e besimtarit, e vendosin në mëndafshin e xhenetit, parajsës, dhe e ngjisin në qiell. Dhe sa herë që e shohin engjëjt, e përshëndesin me emrin më të dashur që ky ka dashur ta thrasë njerëzit në jetën e kësaj bote, dhe e përshëndesin dhe e përgëzojnë për mirësitë e Zotit, derisa kalon qiellin e parë, të dytin, të tretin, të katërtin, pestin, gjashtin, shtatin, shkon tek Zoti i Madh. Dhe Zoti thotë: "Robin tim, regjistrojeni në regjistrin e banorëve të xhenetit dhe kthejeni shpirtin e tij në varrin e tij." Dhe në momentin që kthehet shpirti në varrin e tij, kur njerëzit janë duke u larguar nga varri, dhe në momentin që kthehet shpirti në varrin e tij, vijnë dy engjëj të tjerë për ta pyetur kush është Zoti yt, kush ishte feja jote dhe kush ka qenë profeti yt. Besimtari përgjigjet: Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe i dërguari që është dërguar tek unë ka qenë Muhamedi alayhis salam. Po, deri arritja në varr këtu ishte konsistonte edhe pyetja. Dhe në atë moment i hapet atij një derë nga parajsa, i vijnë mirësitë e parajsës në varrin e tij dhe përjeton mirësitë e parajsës. Kjo është e shkurt për besimtarin. Ndërsa për jo besimtarin, në momentin që do t'i dalë shpirti, i vinë me lajket nga ferri, i afrohen derisa i sheh. Dhe në momentin që ai sheh ato trembet, friksohet dhe shpirti i tij shpërndahet në trupin e tij. Dhe ato i thonë: "Dil në dënim prej Zotit dhe në mallkimin e tij", dhe ato heqin shpirtin me dhunë. Në atë moment e vendosin në një qefin për qefinave të zjarrit, në flak, dhe e marrin për në qiell. Me lajket nuk e përshëndesin, as nuk e përgëzojnë. Dhe në momentin që trokasin në qiellin e parë, nuk hapen dyert e qiellit dhe hidhet nga qielli për në varrin e tij, ndryshe nga ai që sillet, i pari sillet me butësi në varrin e tij, ndërsa ky hidhet. Dhe në momentin që kthehet shpirti në varrin, në trup, në varr, vijnë dy me lajke, por nuk janë si të parët, ishin të bukura, të hishme, të ndritura, po vijnë me një fytyrë të vrenjtur, të errta, të zymta dhe e pyesin me dhunë dhe në befasi: "Kush është Zoti yt?" Ky trembet dhe nuk përgjigjet. "Kush është feja jote?" Trembet dhe nuk përgjigjet. "Kush ishte profeti yt?" Trembet dhe nuk përgjigjet. Në atë moment i hapet një derë nga ferri dhe i vjen nga era e ferrit, nga nxehtësia e ferrit në varrin e tij, sepse normalisht ne besimtarët musliman besojmë se ka një jetë tjetër edhe mbas vdekjes, pra kemi një jetë që quhet jeta e mesme, jeta ndërmjet kësaj bote dhe botës tjetër. Pastaj është dita e gjykimit kur njerëzit do të ringjallen nga varret e tyre për domosdoshmëri përpara Zotit dhe pastaj për të shpërblyer përfundimisht për në parajs ose për në ferr.